Kryeministri Edi Rama në një deklaratë live në Facebook, teksa u thonte drejt Hagës, i kërkoi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shpallë pafajësinë e Hashim Thaqit, ish udhëheqësit politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jam në makinë rrugës për në Hagë, ku do të takoj pas disa kohësh tani më nga takimi i mëparshëm komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, presidentin e Republikës Kosovës, i cili u mor nga zyra e tij dhe mbahet peng prej tani më vitesh në një qeli të drejtësisë ndërkombëtare për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie ku shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë farsë. Tani që ka mbaruar ekspozeja e pseudoprovave të akuzës dhe që ka mbaruar edhe parada e dëshmitarëve qesharak të sjell në sallën e drejtësisë ndërkombëtare nga akuza, si dhe kanë mbaruar edhe dëshmit tejet serioze të dëshmitarëve të mbrojtjes, pritet vendimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd të drejtësisë ndërkombëtare dhe i daljes nga izolimi brutal i Hashim Thaqit dhe i 3 bashkëluftëtarëve të tij. Kryeministri u nis drejt Hagës për të takuar me Hashim Thaqin dhe ish udhëheqësit e UÇK-s që mbahen në dhomat e paraburgimit në Hagë, ndërsa foli edhe për rezultatet e samitit Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, duke lënë të kuptohet se kanë ndërmjetësuar me presidenten e Kosovës për të zhbllokuar fondet e BE-s për Prishtinën. Më vjen shumë mirë të them se kemi përmbyllur mbrëm një samit të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, që ka qenë inkurajues, që ka qenë i suksesshëm edhe për Shqipërinë, po edhe për Kosovën, me që jemi në këtë temë ku për hir të vërtetës më duhet ta them presidentja e Kosovës ka shkëlqyer. Ka shkëlqyer dhe me fjalë bindse, por edhe si rezultat i një pune këmbgulse dhe një koordinimi të mirë që kemi bërë në javët e fundit, pa dashur këtu të marr asnjë merit, ja ka dalë që të zhbllokoj më në fund të gjitha ato fondet bllokuara prej disa kohësh nga ana e Bashkimit Evropian. Në lidhje me negociatat Shqipëri-Bashkimi Evropian, kryeministri Rama tha se ju kam nderuar dhe kam kërkuar troq diçka çfarë i takon Shqipërisë për të përmbyllur negociatat në 2027. Ne fjalën tonë themi hapur drejt në sy, pa si kompleks, si të barabartë në të barabartësh, dhe kjo na e ka rritur edhe vlerën, do thosha, në këto tryeza. Kam theksuar se hapja e gjithë kapitujve është për ne inkurajim. Kam ripërsëritur domosdoshmërinë që Komisioni dhe Bashkimi Evropian të qëndrojë marrëveshjes për të mbyllur negociatat brenda 2027-s, se ju dini si janë këta. Ndonjëherë edhe i luajnë marrëveshjeve. Kam ripërsëritur tezën time se politikisht antarësimi ynë dhe i vendeve të tjera të Ballkanit duhet përshpejtuar. Kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria mban një pozicion të respektuar dhe të mirëpritur në Bashkimin Evropian.